Ndërsa zgjedhjet janë largë, Partia Demokratike ende shpreson se referendumet kundër ndarjes territoriale mund të bëhen, fokusi politik mbetet tek debati parlamentar, veçanërisht tek çështja e dekriminalizimit. Nënkryetari i Kuvendit Edmond Spau, i cili është njëherësh edhe nënkryetari i Partisë Demokratike, sqaron se 2 komisionet hetimore për serverin e tatimeve dhe emërimet në administratë, e 2 komisionet e posaçme për dekriminalizimin dhe zbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese janë çështjet më të rëndësishme për opozitën në këtë sesion të ri të Kuvendit. Sipas Spahos, demokratët prioritet kanë dekriminalizimin, veçanërisht në prag të zgjedhjeve lokale, për të shmangur personat me rekorde kriminale të garojnë në këto zgjedhje, e për këtë janë të gatshëm të ndërhyjnë edhe në kushtetut. Kjo është një çështje shumë e rëndësishme për të ardhmen e vendit dhe të gjitha opsionet, nëse është e domosdoshme, unë nuk jam jurist që të gjykoj, por të gjitha opsionet ngelen të hapura që të mund të realizohet qëllimi, i cili është t'i prihet rruga këtij kontingjenti për të ardhur në nivelet e larta të drejtimit, si Kuvendin apo edhe në qeverisje, pavarësisht në qeverisje vendore apo në qeverisje qendrore. Por ndërsa Partia Demokratike ka përzgjedhur emrat që do të jenë pjesë e komisioneve hetimore apo atyre të posaçme, ende nuk ka caktuar deputetët që do të marrin pjesë në Komisionin për Reformën në Drejtësi, i cili ka prioritet për mazhorancën. Megjithatë, Spahos sqaron se Partia Demokratike mbështet reformën në drejtësi, por pas ligjeve të miratuara në mënyrë të njanshme nga shumica qeverisëse, kërkon që kjo e fundit të tregojë vullnet për reforma konsensuale. Për fat keq, deri më tash kemi parë veprime të njanshme të mazhorancës, siç është për shembull prekja e Këshillit të Lartë të Drejtësisë në mënyrë të njanshme, po kështu ligji për gjykatën e lartë, cilin e ka kthyer presidenti. Në këtë kuadër ne edhe një herë kemi shprehur vullnetin tonë që dëshirojmë të bëhemi pjesë e reformës në drejtësi dhe i kemi kërkuar mazhorancës që pikërisht ato 2 ligje që ju përmendët për gjykatën e lartë dhe ndryshimet në ligjin për pushtetin vendor të shikohen në kontekstin e rezolutës që kemi miratuar. Të hënën në orën 17 nis punimi sesioni i ri i parlamentit, punime që do të ndikohen edhe nga debati për zgjedhjet lokale, i cili tashmë ka nisur.